VMRO DPM-ja nuk heqi dorë nga negociatat me Bashkimin Demokratik për Integrim për formimin e qeverisë së re, pavarësisht se zyrtarisht thonë se nuk lëshojnë peng nga qëndrimet e tyre kundër zbatimit të gjuhës shqipe në gjithë vendin dhe zgjatjen e mandatit të speciales. Komiteti Ekzekutiv i VMRO DPM-s edhe njëherë ka riafirmuar përkrajen për liderin Nikola Gruevski që të vazhdojë me bisedimet me partitë politike për formimin e qeverisë së re. Nga ana tjetër, pas takimeve të Ahmetit me Gruevskin dhe Zaevin, BDI-ja pritet që të mbledh kryesinë partijake për të shqyrtuar qëndrimet, që në këto takime me kreun e integristëve kanë shprehur liderët maqedonas. Kryetari Ahmeti vijon takimet konsultative me strukturat partijake të BDI-s, intelektual, përfaqësues të shoqërisë civile, si dhe me komunitetin ndërkombëtar, than nga BDI-ja. BDI-ja disa herë ka përsëritur qëndrimet se pa pranimin e disa pikave të platformës së përbashkët, sidomos zyrtarizimin e gjuhës shqipe dhe vazhdimin e mandatit të speciales. Megjithatë, nga kjo parti nuk pranojnë të flasin se si kanë reaguar liderët e dy partive maqedonase ndaj këtyre qëndrimeve në takimet me Ali Ahmetin. Ndërkohë, lideri i LSDM-s Zoran Zaev vijon të këmbëngul se Nikola Gruevski nuk mund të formojë qeveri dhe se do të shkojë në opozitë. Zaev paralajmëroi takime të reja me LSDM dhe BDI gjatë ditëve në vijim, ku sipas tij do të bisedohet për formimin e qeverisë së re.